Ky event është tashmë i konsoliduar, një iniciativë e RTS Korça. Në teatrin Andon Zako Çajupi u zhvillua mbrëmja gala Më të mirët e sportit 2025, një event i organizuar për të tretin vit radhazi nga RTS Korça, i kthyer në një traditë të përvitshme të vlerësimit të sportit. Këtë vit organizimi gjeti edhe mbështetjen e bizneseve të qytetit, duke dëshmuar bashkëpunimin mes medias dhe komunitetit në promovimin e vlerave sportive. Ju falenderoj jashtë mase për ardhjen tuaj këtu në një tashmë traditë të një ditë festeje të sportit korçar që kanë nxjerrë kaq sportistë të mëdhenj. Unë do të falenderoja së pari zotin Maksim Feyzullah dhe do të dëshiroja dhe bëj thirrje për të gjithë biznesmenët korçar të mbështesin sportin korçar. Vetëm kështu mund të ecë sporti jonë. Jam i apasionuar dhe i dashuar mbas sportit, kryesisht në futboll, lojrat me dorë dhe vazhdimisht i kam mbështetur si futbollin, volejbollin, basketbollin dhe do vazhdoj të mbështes. Gjatë mbrëmjes u vlerësuan 18 sportistë, trajnerë dhe ekipe që janë dalluar përgjatë vitit 2025 në disiplina të ndryshme si atletika, ciklizmi, basketbolli, volejbolli dhe futbolli. Përmes çmimeve dhe mirënjohjeve u evidentua kontributi i tyre në ngritjen e nivelit të sportit në qarkun e Korçës. Risja e këtij edicioni ishte pjesëmarrja e aktorit korçar Albano Prodani, i cili me humorin dhe energjinë e tij i dha një atmosferë të veçantë dhe plot xhelëri kësaj mbrëmjeje. I thash po sa tregoj ndeshje po se mori. Mbrëmja u realizua fal angazhimit të stafit të RTS Korça dhe mbështetjes së bizneseve lokale, duke sjellë një atmosferë festive dhe emocionuese për sportistët dhe komunitetin sportiv të qytetit.